Territori shqiptar për datën 5 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të vranësirave të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të lehta në të gjithë territorin pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:49 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 22 gradë Celsius. Peshkopi 10 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 23 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 14 deri në 23 gradë Celsius. Berat 12 deri në 23 gradë Celsius. Korçë 7 deri në 18 gradë Celsius. Vlorë 15 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 11 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë 13 deri në 22 gradë Celsius.